Tezat e provimit të matematikës janë publikuar në rrjetet sociale ku ende nuk ishin kaluar as 30 minuta nga momenti kur maturantët ulën në bankat e shkollave për të testuar njohuritë e tyre. Në rrjetet sociale janë publikuar të dyja variantet e tezës së provimit. Publikimi i tezave të maturës shtetërore ndodh sa herë maturantët i nënshtrohen testimit në të gjithë vendin. Sipas Ministrisë së Arsimit, janë 27.000 maturant që zhvillojnë provimet për të vijuar më pas me aplikimin për në sistemin universitar. Ndonse u raportua se janë vendosur masa strikte të sigurisë, me sa duket nuk kanë arritur të ndalojnë maturantët të hyjnë në ambientet e provimit me telefona. Publikimi i tezave të provimit pak minuta pas nisjes është bërë e zakonshme tashmë çdo vit. Provimi i parë ishte ai i gjuhës së huaj që u zhvillua në 3 qershor. Në 10 qershor u zhvillua provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ndërkohë maturantët do të mbyllin sezonin me provimin me zgjedhje në 24 qershor.